Pozitolencë edhe mundet, po ti 13 vjet pushtet se kërë shkit, këtë se marrë vesh. Shkit e ka më me pushtetin. Unë kam vetëm pushtetin tim, vetjak, pjesë të cilis ma ke dhënë edhe ti këtu me mundësin për të folur. Tani, mos të gjyma të veqërë. Me pjesën për të folur. Kthehemi tek Balluk. Mand, ja jepa po stepi mund të. Tani parashikime nuk bëj dot. Domethënë unë them që jo, s'bëj parashikim se nuk e di çfarë them. Unë analizoj çka ka ndodhur deri tash. Po tifës ishte për ta dhënë, nuk besoj se do shkonte në një kurs për plasit pa nevojshme, sepse edhe nëse ja jep, mbas gjithë tyre që ka ndodhur, do jetë një zbythje detyruar dhe jo një bindje që duhet vepruar. Pra, mbas deklaratave që Rama bëri në grup parlamentar, ku tha Gjermania po punon kundër interesave të Shqipërisë, që Gjermania, ministri i jashtëm gjerman ka ardhur në Shqipëri dhe i ka bërë presion Spakut që të hapi dosjen e Akshit edhe të kërkoj... Jo, kishit lapse kishte. Ka ndodhur mbledhje grupi, është vërtet. Pra, ai ka thënë që ka ardhur ministri dhe Mamica po çai iku. Iku pikërisht ministri i jashtëm gjerman, ku erdhi në Tiranë takoi kreun e Spakut dhe Elisa Spiropali, ministrin e jashtëm, nuk e takoi Rama. Spiropali iku për Davos, nëse doni ta dini, po nejse. Po mirë, unë kam leximin tim, po. Dakor. Nga Davos e shkret as nuk iku. E po se nuk e la këtë. Po nuk dha dorëqen se nuk e la këtë. Po kjo se dha po e shkarkoi, s'pa të më ndërresh. Po nuk e shkarkoi për Davos, e shkarkoi për shkak Belindës, po s'ka rëndësi. Pra, deri tani ne çka kemi kuptuar? Kemi kuptuar dhe nga sistemi i Berlinit, dhe nga sistemi i Bashkimit Evropian, po dhe nga mediat e huaja, çka kemi pa? Po kemi disa. E shkarkoi për shkak të Belindës. Ora vërtet beson se Rama e bëri gjithë qeverinë me njerëz të Belindës, e shkarkoi Spiropalin që i bëi çepin asaj. Rama nuk ose këta e zgjodhi si janë njerëz të Belindës. Rama me Belinda tilla është mësuar të punojë. Nuk e thash. Edhe këtë e shkarkoi për shkak të raporteve që vendose kjo. Nuk e thash. Me ndërkombëtar, po për Belindën po nuk e thash këtu që e shkarkoi për Belindën. Unë thash që nga ky rasti i Mamicës çfarë tregon? Tregon që ai ka një problem me diplomacinë europiane, që nuk është në lajm ky se ne kemi pa dhe deklaratat që kanë ardhur nga Brukseli dhe deklaratat që kanë ardhur nga vendet e Bashkimit Evropian që çka kanë kërkuar, ku vendi të trajtojë një orë më parë çështjen e imunitetit, që mazhoranca nuk duhet bëhet pengesë për drejtësinë. Dhe çështja e ministres jashtëm, unë nuk e lidhe Belinda Ballukun se i tha Belinda shiko ma ishte se është më simpatike se unë. Rama në grup parlamentar foli hapur për një grup brenda Partisë Socialiste, të cilin ai e quajti grupi anglisht folës, duke në kuptuar që janë ta që shkojnë për ambasada dhe thonë që shiko këta vjedhi, por nuk kemi çfarë bëjmë. Dhe duke goditur ministrin e jashtëm, ai tha që shiko kush flet ndër meje, kush bën aleanca jashtë meje, do ta psoj. Dhe ju mund të mblidhni vota, mund të keni vite që kundër të kontribuoni për Partinë Socialiste, por unë ministër të transporteve të infrastrukturës do vë pyetje për të gjithë që jemi këtu, si e ka emrin? E di njëri? Enea, si e kishte? Po di emrin? Ja, se di, ja, problem. Ministër të mbrojtjes do vë kë? Njërin nga Shkodra. Si quhet? Ja, se di. Si di se ata tjerë nuk e di unë. Po pra, do të thotë që ai tregon atyre që ka atje 83 leshkove që ka grup parlamentar. Ora që kishte Leshko dhe më herët kishte, domethënë nuk janë këta të fundit. Leshko ka pasur një kohë zogut. Se ne vazhdimisht flasim që ministrat janë Leshko te Roma, domethënë se nuk është në risi. Kush është risi? Jo, po që i zavencoj me disa të panjohur. Po thosha diçka tjetër. Okej. Se s'ka problem që se dini emrat, nuk është si shfajuj. Megjithëse duhet i dini. Do të vini përgatit se politikën di. E dita unë s'po e dita emrin Enea dhe i di. Po Enea që mban më nga antikiteti, po unë po them emrin e ministrit. Po. Se Enea, Akili këta janë diçka tjetër. Edhe fillon me këmbi emri. Me kë fillojnë shumë gjëra, po një gazetar, analist politik, emrat e ministrave kryesorë të qeverisë duhet i di. Me jemi vendi NATO-s duhet ta dish emrin e ministrit mbrojtjes. Po ken ministra vërtet. Nuk është, Ndërkohë aty ka vetëm një ministër. Duhet më ia ditë. Duhet përgatiten. Ne ja di Ramës në rregull. Ja shikoni ka. Do prandaj mbajta gjithë të hyrje te gjithë. Një sekond. Ka një postim te Belinda Ballukut, megjithëse nuk është më ministre. Ajo poston në logon e Ministrisë së Energjetikës, edhe ja sa ka 54 minuta që ka postuar, thotë
Sekretariati i Komitetit të Energjisë përshëndet zyrtarisht angazhimin e Shqipërisë për transformimin e sektorit të ngrohjes dhe ftojes nesër. Ky hapi afron Shqipërinë. Vazhdon formalisht vazhdon. Është pezulluar. Jo. Vazhdon S'është votuar. Është akoma ministër. Patjetër. Vazhdon të Çenka ministër. Çenka. Prej 2 muash, e pezulluar vazhdon ministër. Po thosha që problemi që Rama ka një konflikt me ndërkombëtarët është e qartë për shkak Belinda Balluku. Ajo që ai ngriti në grup, pra i përmenda për hilaritet emrat e ministra, po do të thotë që shiko asnjë nga ju nuk ka vlerë, ëh? Qofse nuk bëhet të që ju them unë. Unë heq dhe ish kryetare në kuvendit, heq edhe ministrin e jashtme vetëm sepse ka komunikim direkt me faktorë tjerë për te meje. Kjo është e papranueshme në Partinë Socialiste të Edi Ramës. E heq apo nuk e heq, unë mendoj edhe nesër nëse mblidhet parlamenti dhe voton heqjen e imunitetit Belinda Ballukut, unë mendoj që prap të ketë gjithë njerëzit është e bindur që kjo është një, ne i themi kërcen prisi nga belaja. Pra Rama po e heq jo sepse ka bindje që gjithkush duhet përballet me drejtësinë pa mbrojtje speciale dhe i barabartë përpara ligjit, por sepse presioni ndërkombëtar ka bërë vetën. A do ta bëj? Shenja për mua tani janë jo. Që nuk do ta bëj. Megjithatë, tani këtë po e bëj silencit, informacionin që kam unë, është që si parashikim, nuk e kisha për se po e bëj dhe unë një parashikim. Që ai ka një kanal, ai ka një kanal komunikimi pa diskutim me Spakun, e ka pas gjithmonë tani ka prap. Dhe nga informacionet që unë kam, ai po negocion me kreun e Spakut arrestin në shtëpi për Belinda Balluku, sepse një arrest me burg mund të krijojë potencialisht një rrezik që thotë më bëhet ametaj numër 2. Fleta sflet nga burgu, pastaj janë çështje tjera. Po vonesa ose zvarritja që Rama i ka bërë çështjes së imunitetit Belinda Ballukut, për mua vjen thjesht nga fakti që Rama nuk ka asnjë lloj ndjeshmërie për Belindën, siç nuk ka pasur ndjeshmëri për shumë nga shokët e tij që sot janë qeli, por për herë të parë ka pa një rrezik afër vetes dhe ka dashur të fitoj kohë që kur ta japi, garancitë që do marrë për veten të jenë maksimale. Berat. Shef, janë 3 faktorë të rëndësishëm politik. Është pushteti, opozita, Bashkimi Evropian, po fustu dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Te opozita po i fustu edhe disa prej mediave që megjithatë rezistojnë. Për çeft që ka Roma, po jo veç Roma në këtë rast. Shumica kryeministrave të rajonit nuk e dorëzojnë askënd. Me që futen mediat, e di për kë kishte në fjalim Rama që i bën të thirrë prokurorisë? Hetojni? Kënd? Po ne, për syrin. Për syrin, ka dërguar dosi që 5 vite.